Miqtë të Bardhazis, ja tek takojni në të premten tonë të shumë pritur, sepse Bardhazia është si ato dronat që vështron nga lartë, survejon dhe godet atje ku duhet. Jo, po si ata urrithët që shikojnë aposhtë. Dronët. Kemi nisur këtë edicion të jashtëzakonshëm të Bardhazis me lajmin Pse. Me lajmin pse, jemi dhe grupin pse. Se njerëzit me dojnë që po thonë këta tani. Po. Në gjë që është kundralishme, jashtë-lishme. Të gjitha të kundralishme janë derisa bëhen të lishme. Edicion i jashtëzakonshëm i lajmeve. Doktorët thonë, mos harxhoni kaq shumë para për të bler rroba. Po kanë të drejtë. Momentet më të bukura të jetës kalojnë lakuriq. Doktorët. Vazhdon edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Konfirmohet nga burimet shkencore se nëse të shkojnë 2 ditë ters, patjetër dhe e treta do të shkojë ters po ters. Unë e besoj. Besone. Edicion i jashtëzakonshëm i lajmeve. Ekspertët kanë arritur në përfundimin se dashuria është e verbër. Prandaj mos thoni broçkulla se nuk i dëgjon njeri. Edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve, vijon ky edicion maraton lajmesh. Shkencëtarët kanë zbuluar se dita ka 3 momente të rëndësishme. O, qa gjumi. O, qa lije. Qa ankthi. Ore, do bërë serioze tani se për kërë gjosë fare nuk e të vaje. Jeta, jo unë, jeta. Në përgoj që këto ndodhin e bukur tani që... Buzë detit, një njeri i veshur me roba të bukura, po peshkonte. A i kapte peshkun, e shikonte dhe hithte prap në det. Pastaj kapte prap e shikonte, prap e hithte. Anashti ishte një i varfër. A i s'po kapte hiq peshk. Duroj sa duroj dhe thotit pasurit. O vlla, po pse e të peshku në det, o të ke qenë? Mua më pëlqen procedura, se për të ngrënë kam plot. Ua, unë i mjeri, vetë pa pun, groja pa pun, 7 fëmijë në shtëpi, s'kemi qatë ham. Ore, po ti s'ke qatë hash dhe ke bërë gjithë të kalamajqër? E po dhe mua më pëlqen të procedura, prandaj. Procedura. Po jo e tha, i varfri, jo, nuk e thashun, ishte i varfri. Jemi në bankë. Kur merë kredin, atë kërdin, që është o zoti madh, banka të buzëqesh. Si nusja. Ama kur vjen momenti këstit, banka të buzëqesh si vjera. Të pse të buzëqesh vjera? Shikon, ore, shikon si vjera. Dhe me që jemi të banka, është një bank e cila buzëqesh gjithmonë. Ajo është banka kredins që flet gjithmonë gjuhën tuaj, që na beson dhe i besojmë gjithmonë, sepse aty ne kemi gjysmën e mundit tonë, atë që... Siguri, cilësi, shpejtësi, teknologji, i ka të gjitha. Po, tani kthehemi pak. Në vëmendje. Aty ku ishim? A je i marum, ashtu i martum, desha me thanë? Të dyja. Që ke i marum dhe i martum bashkë, do më thënë. Nëse nuk pi raki, nëse nuk pi duhan, nëse nuk pi drog, të dhënë të zoti një bjonde, se duhet të vdesësh nga diçka, o vlla, se nuk mund të ecish kështu. Ne e thamë, është nëse bjonde është të bjonde. Do vi pas pak, Po, do vi pas pak, e presim. Ju luta Zotit të sillte një person nga më të përsosurit në jetën time. E kur e solli, pastaj dilje gjithmonë nga bim. Se ti përsosur, që të kaq të përsosur një. Babi, si ta kuptoj që një djalë është ai i duhuri për jetën time? Provoj durimin, ke qenë babi. Po si? Po në trafikun e Tiranës, ose te rrethrotullimi Bradasheshit. Në qoftë se nuk i kën zari, atëre qep ju e molço. Mami. Pse i ku babi? Bir, di ti fshish mesazhet nga telefoni ti? Po, mami, di. E po babi nuk dinte. Babi shkret. Ore, vlla. Ore. Më bën zhurmë motori, ore, i makinës, qa ti bëj?
Po ti ngri muzikës volumin edhe nuk e dëgjon më tani. Zgjidhje vlonjate. Që zgjidhni në vlorë punë kjo. Një studim thot se toka rrotullohet 30 herë, nëse toka do të rrotullohet 30 herë më shpejt, atëherë njerëzit do ta merrnin rrogën çdo ditë. Çdo ditë ore, gjë fantastike. Si ta bëjmë tokën tani të rrotullohet më shpejt, Po të rrotullohet toka më shpejt edhe para do rrotulloheshin më shpejt. Kështu që studimi se ka parashikuar këtë. Prandaj rregullojini studimet, bëjini tamam. Shkon pak tek dy vlonjatët. Ore la mash. Më ndaloj policia prëmore, më vuri gjob. Qa thua, ore? Po qa pate? Akuza ishte për te kalim zgjuarësie, o vlla. Doktor, sa kushton totali I dhëmbëve të mia? 7.000 euro dhe të lutem të rish 2 orë pa ngrënë. Jo, me këto lekë që pagova s'do ha 2 muaj, doktor, jo 2 orë. 7.000 euro, 7. E thash gabim, e thash 7, shive, 7. Do më lësht të vazhdoj. Po se, ka që duan ta, 7. Për italianët është më pak, s'ka problem. Aq sheqeri kishin hedhur mjaltit, sa edhe bleta u bë me diabetore. Vazhdoj, doktor. Faleminderit e dashur, dje ja kaluam shkëlqyshëm bashk. Ua, po ne dje nuk ishim fare, s'u takuam fare. Pikrisht. Babi, më ndihmo pak të bëj detyrat. Më thuaj 5 kafsh që jetojnë në polin e veriut. 3 arinj dhe 2 foka. Mo lodhe shumë. Por se gjuha që flasim ne quhet gjuha e nënës? Po kush ja jep radhën babait për të folur? Carina. Shpirti, ku je shpirti? Në kafe zemra. Ua, në kafe pa mua? Po si të shion ajo kafe pa mua njerë? Këtë drejt zemra, nuk më shion, ka marri birë. Në Amerikë thonë, para se të flenë, gjumë të ëmbël zemra ime. Kurse në Shqipëri, para se të flenë, the, e mbyllet derën moj. Kjo është për femrat. Edhe sikur të ketë ilaç kundra inatit, femrat nuk e blenë pikërisht nga inati. Mirë, e mbyllim kështu këtë rubrikë që ne na gëzon shumë dhe natyrisht. Se e shumë serioze emisioni fantazi. Edhe youtuberat tanë e pëlqejnë shumë dhe presim kush do të vi tani. Ja ku po vjen ajo në studio 14, Adela. Vjen Adela jon me lajmet e saj që do t'i zbulojmë bashkë. Eja moj Adela, zemër po son. Po pas ka marrë malli për ju të dy. Mirë ty që të kisha për te oqeanit. Po dhe për Erionin. Erdha shpejt, nuk bënja gjatë. Po hanjer. Dëgjo, po si më kishte humbur mua që se kisha dëgjuar Erionin në dialekt vlonjat. Po ai është versioni jut më seksi, more. Po ti dik edhe me qenë seksi. Ua, ç'është kjo ofertë kështu në studio?